Me improvizu vështërsi për me fitu sevape. Kjo do banë Islam nuk është. Me marr abdes me ujë të ftohtë. A është ma mirë apo me marr abdes me ujë të nxehtë? Është do thot një botkuptim posaçërisht të disa musliman, ndoshta edhe të pleqë ndoshta më shumë, që ma sevap është me marr abdes me ujë të ftohtë se sa me ujë nxehtë, posaçërisht dimrit. Mirë po, kjo në fakt është një lloj keqkuptimi të një hadithi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një hadith të saktë, në cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë që a doni t'ju tregoj disa vepra që nëse ju i veproni ato pastrojnë gjunahet edhe ju ngritin gradet e larta në xhennet. Cilat janë ato? E para thot isbaqul wudu'i ala al-makarih, me marr abdes në situata të vështirësisë. Ky për qëllim. Pastaj e dyta është do thot me bë shumë hapa në xhami, e treta me qëndru prej namazit, prej një kohës namaz deri në kohën tjetër brenda në xhami me prit namazin, edhe thot dhalikumur ribat, dhe kjo është do thot një nga veprat, ai që qëndron në xhami me këtë niyet, pra me prit namazin prej namazit tjetër, e arrin shpërblimin sikurse ai ushtari i cili është në front edhe qëndron edhe i mbron musliman. Pra e ka të njëjtin shpërblim. E ky hadithi, pjesa e parë hadithit isbaghul wudu'i ala al-makarih, pra marrja e abdesit në vështirësi, është për qëllim kur njeriu është në kohë të ftohtë, zakonisht tek na në dimër, kur ka borë, edhe s'ki ujë të nxehtë apo diçka tjetër, edhe ti pavarësisht kësaj vështirësie merr abdes edhe i lan fytyrën e gjymtyrët në përgjithësi. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kjo formë e marrjes së abdesit është do thot e vlefshme dhe ka shpërblim. Po në asnjë formë nuk aludon hadithi apo parimet e përgjithshme të Islamit që njeriu me e kërku vështirësinë, me hjek pa arsye, nëse mund me quajt një lloj asketizmi artificial, me improvizu vështirësi për me fitu sevape. Kjo do banë Islam nuk është. Për arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ashtu siç tregon edhe Aisha, në situata të ndryshme kur është ballavaçu, e ka zgjedh gjën më të lehtë për veten e tij. Nuk e ka zgjedh atë që është më vështirë. Nëse ka qenë halal, nëse ka qenë haram, është largu atij në formën dhe mënyrën më të mirë. Kështu që e sakta është që nuk është më sevap me marr abdes me ujë të ftohtë nëse ki ujë të nxehtë. Pra merr me ujë të nxehtë. Po sevap është nëse je në ftohtë edhe nuk ki ujë të nxehtë, po ki ujë të ftohtë edhe ti merr abdes me ujë të ftohtë, edhe nuk thuj jo s'po marr abdes se uji është i ftohtë, atëherë ti nëse quhesh edhe merr abdes, kjo do të thonë sevapi të cilën ti e fiton.